Ne jemi një brezëri që nuk ka mëdërim, as për mashtrime, as për improvizime politike. Sot, kur vendi mbeti pa qeveri, është e qartë. Të gjithë politikanët tanë janë bërë një, të gjithë janë albina. Jo vetëm nga mungesa e strategjisë, por edhe nga korrupsioni moral, politik e financiar. Të gjithë, pa përjashtim, e kanë humbur busullën. Në vend të vizionit kemi vetë lavdi, në vend të shtetit kemi parti, në vend të progresisë kemi arrogancë. Dhe për këtë nuk mjafton më të rrëzohet një qeveri. Duhet të ngrihet një brez i ri. Një brez që nuk vjen për të marrë pushtetin, por për të pastruar atë. Një brez që nuk shitet për poste, që nuk hesht për favore, dhe që nuk flet vetëm në fushata. Një brez që e do Kosovën më shumë se vetveten, sepse Kosova nuk ka nevojë për qeverinë Kurti i Tre, po për gjeneratën e parë që e thot të vërtetën. Dhe ajo gjeneratë jeni ju. Jemi ne, të gjithë njerëzit që e duan të mirën gjeneratave pas neve, jo vetëm vetvetes.